Po, Sule, tashi, ne do na bi o Çekia ose Slovakia ose kush tjetër. Me këto ekipe, siç thotë dhe ju, jemi të barabartë. Në kuptimin nuk janë ekipe që hyjnë me fryk, nuk lu me Anglinë, nuk lu me Francën, nuk lu me Argentinën. Që me gjithë llafin më të shkurtër siç i kena mundësitë me kalu. Po nuk është se nuk shejbe për mirë se tjerët. Duke shpresu ke një ndeshje. Po domethënë është shpresje. Duke edhe nga forma që kemi janë gjitha mundësitë që inshallah kemi edhe fatin me vete. Edhe fati se do. Se nuk është se jemi më mirë se tjerët, jo. Jo, nuk jemi më mirë sa ata. Me këto ekipe them menohet që mund të fitojmë, edhe shkojmë me fitu. Po, patjetër. Po, nuk është si për shembull me Anglinë, pavarësisht se ti shkon me fitu, po është një e pamundur. E pamundur. Me Gjermaninë është e pamundur. Me këto është e mundur. Me këto është e mundur, kjo po them, nuk është që është gjë e pamundur. Po. Menon se Silvinho duhet vazhdoj ta marrë ekipin edhe mas diskutohet për play-off do ta mbaj, por duhet vazhdoj ta marrë ekipin edhe mas play-offit. Unë Silvinën e kam gati njët me zyrë. Që nga dita parë ku ka ardhe, deri më sot, ka bërë dhe një prezantiv kohët e fundit, që forca e kësaj skuadre është uniteti, harmonia. Po harmonia me gjithë, kur e ka moruje, për i rezultat fillimit, ta duhet na urojnë tjerët, ne gjithë që jemi këtu, kati këtu, jemi të gjithë që presë murime. E ta ndash këtë gjo për thonë që ka qenë i respektueshëm, i dashur, dhe i afër të bëj grup harmoni, nuk është e kollajshme. Nuk është. Ka xhelonozira mren kudo. Si kudo. Në arti, sporti e ditë. Sport, sidomos arti sporti. Ka ditë i rujt gjitha. Do të marrësh ekuilibrin. Edhe ka merit, domethënë, ka merit një europian tash për rekord. Po. Kështu që normalisht është për të rinovu. Pse jo? Pse do të eksperimentojmë një tjetër.